Salam aleikum hoxh. A ke djeni thot për abortet spontane kur bebi nuk i zhvillohet? A i takojmë në ahiret pra në botën tjetër? Aleikum salam rahmetullah. Aborti, nësë është pa qëllim, spontanisht ka ndodhë, themi, inshallah kjo është pastrim për ty, fali mëkateve, sebeb për ngritje të gradave, edhe shpërblim. Tjetra pastaj, a i takojmë në xhenet apo jo? Nëse ka qenë fëmijë që i ka ardhur shpirti, e ke ndjetë gjallë, edhe pastaj ka ndodhur aborti pa qëllim, sprovë prej Zotit, themi atë fëmijë me lejtë Allahut kime gjetë në xhenet. Nëse ka qenë prej atyre bebeve që nuk i ka ardhur shpirti, pra para se me i hyj shpirti, veç ka ndodhur aborti, ato nuk i gjajmë në xhenet, edhe do më thonë nuk presim botën tjetër mu taku me ta, sepse nuk jënë formu taman njëri me shpirt. Kjo është do më thonë ndarja. Pasaj s'ka lidhje a është zhvillu a nuk është zhvillu. Përderisa e kemi shpirti, në botën tjetër a i do tjetë taman me gjitha vetit edhe fizike edhe psiqike të plota.